Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë, bekimet, mëshira e Tij qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe me të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. O Allahu Zoti i gjithësisë, bëj këtë takim dhe tubim ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që mbi ne të zbresë mëshira jote, ne të përjetojmë qetësi shpirtërore prej Teje, bashkë me ne të jenë me lajket e tua, e të na përmendësh Ti, o Allah, atje ku je Ti, dhe o Zot, na bëj neve për atyre njerëzve që kur çohemi nga këto vende, dikush thret për ne, çohuni, se Allahu a ka falë gjunahet, gjitha të këqijat, u a ka kthyer se vape. Amin. Allahu në lusë që të shërbejnë këto mësime mbi mrekullitë e profecitë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që të na shtohet besimin të, të na shtohet dashuria për të, të na rritet zelli për të mbajtur, për të ngjallur traditën dhe sunetin e Tij dhe për të qenë sa më larg sajesave që janë bërë në fe mas vdekjes së Tij sallallahu alaihi wasallam. Qofshin këto mësime kur përmenden hadithet, ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit, sepse sa herë që lexojmë një hadith, do të bimë në salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e sikur mos kishte mirësi tjetër kjo punë, vetëm se rënë në salavat dhe të jetosh me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është më se e mjaftueshme për të pas hajër, mirësi dhe bereqet. Jemi në, si më thënë, profecitë e pejgamberit alayhis salam dhe mrekullitë e Tij që kanë bënë me lutjet e Tij. Dhe do të ndalemi sot tek mrekullia e 189, lutja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që malarja e Medinës të transferohet për në Gjuhfe. Për këtë ka disa transmetime, po do të ndalemi tek një transmetim i njohur që është transmetimi i Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha tregon, kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë bashkë me sahabët e tij, nga që nuk ishin mësu sahabët, shokët e tij, me klimën e Medinës, i zente shumë shpesh, si më thënë, temperatura, i zente smundja shumë shpesh, jo grip, po temperatura, ethet. Gjë që i bënin ata të vuanin dhe të shkarkoheshin energjitë dhe forca dhe fuqia e tyre. Për këtë arsye thot nëna e besimtarëve, e dëgjoj thot një ditë babën tim që po knonte. E ke parasysh? Knon për sikletit robi? Kullu mar'in musbihun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na'lihi. A dhe unë do ta përkthej kështu drejt, se s'kam kohë me përshtatshmëri. Thot, çdo njeri gëdhin me njerëzit e tij, çdo njeri gëdhin me familjen e tij, ndërkohë që vdekja është më afër se sandalja e tij. Pra, ideja kush ishte? Gëdhin robin mjesht, e vdekjen e ka më afër se sa lidhja e sandales. Pra, me kuptimin mund vdesësh në çdo moment, pa pritë e pakujtuar. Tani çdo vdekje është pa pritë e pakujtuar. Jo, ky ponte fjalë me fjalë që, do të thonë, kjo Medinja i gjallë, po si jemi gjallë, të vdekur, po jemi të gjallë. Ndërkohë, thot nëna e besimtarëve, thot Aisha radhiyallahu anha, Bilalin radhiyallahu anhu muezinin, e kishin zënë, thot, ethet, dhe ai knojte, prap, edhe Bilalin. Era lejte shiri hel e biten në lejleten biwadin وحوالي إدخر وجليل وهل أردن يوما مياه
mijnetin wa hal yabduwanna li shamatun wa tufailu. A thot sikur ishim dhe një herë në ato netët në luginat e Mekës dhe pranë meje fërshëllinte idkhiri. Idkhir është një lloj bime, domethënë që ushqehen me të devet dhe delet. A thot sikur isha pranë burimeve të cilat rrjedhin e të shihja majën e filan kodrë dhe filan kodrë. Domethënë ndrojtë për Mekën. Dhe tha Bilali, Allahumma l'an Shejbe bin Rabia, wa Udbe bin Rabia, wa Umej bin Khalef, kama akhrajuna min ardina ila ardil waba. O Zot, mallkoje Shejb ibn Abi Rabia, wa Udbe ibn Abi Rabia, wa Umej ibn Khalefin, siç na nxorën prej tokës tonë në një tokë me smundje. Nëna e besimtarëve i tregon pejgamberit sa sem çfarë kishte në gjuhë. Pejgamberi sa sem ngriti duart dhe bëri dua. Allahumma habbib ilayna al-Madina ka hubbina Makkah wa ashad. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina wa sahhihha lana wa anqul hummaha ila al-Juhfa. O Allah, o Zot, bëje të dashur për ne Medinën siç duam Mekën, ose më shumë se dashuria jonë për Mekën. O Allah, na beko në Medine, na beko në matjet tona, në peshën tonë dhe bëje Medinën të shëndetshme për ne. O Allah, o Zot, transferoje malarjen e saj, ethet e saj nga këtu në Gjohfe. Tregon tani nëna e besimtarëve Aisha radiallahu ta'ala anha. Me të vërtet, erdhën në Medinë dhe ajo ishte një tokë e smundjes dhe etheve dhe e bëri Zoti tokë të pastër pa asnjë lloj smundje për ne. Pra e largoi madhi Zot Allahu xhelaluhu, si më thon këtë lloj sikleti nga banorët e Medinës. Lutja e 190, lutja e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam për luftëtarët e Bedrit që Zoti t'i pasuroi. Pse pikërisht për luftëtarët e Bedrit? Sepse luftëtarët e Bedrit kur dolën, nuk dolën për luftë, dolën për plaçkën e luftës, ose si më thënë për karvanin e tregtisë. Po pse për shembull, pse është i qafirave duhet ta merrnin? Jo. Historia është se lekët, parat dhe florit që këta nuk i morën dot në Medinë, i lanë Mekë. Idhujtarët shpërthyn shtëpiat e tyre dhe i morën florit e tyre dhe pasuritë e tyre, dhe me pasuritë e tyre ngrehen këtë karvanin, i cili shkoi në Sham për të marrë mallra, do t'i shisnin, plani ky ishte, do t'i shisnin dhe do i përdorëshin për luftë kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe banorëve të Medinës. Atëherë vjen informacioni tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i thot njerëzve bëuni gati për karvanin. Kur dalin për drejt karvanit, Zoti tha jo për karvanin, po për ballje. Sepse Ebu Sufjani, kur e mori vesh se do të sulmojë karvani, që mos preke karvani, çon haber në Mekë. Po çojta haber në Mekë se duan me na sulmu për karvanin, edhe kishin lëviz, edhe s'kishin lëviz. Ebu Sufjani një hap përpara, ju tha aty në po më sulmon dhe po përgatitet me ju sulmu juve. Ata i zuni mendimallësia dhe deliri dhe unë nisëm. Siç e thot Zoti, batara. Batara do thot me delir dhe me mendimallësi. Pra kanë ardhur për mendimallësisë. Dhe ndodhi. Dhe domethënë për këtë arsye është lutja këtu pra, këtë desha të sqaroj. Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma tregon se dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam
kur doli për në betejën e Bedrit, ishte me 315 burra. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha në lutjen e tij: Allahumma innahum humatun fahmilhum, innahum uratun faksuhum, Allahumma innahum gjija'un fa ashbi'hum. O Allah, ata janë të zhveshur veshi. O Allah, ata janë këmbëzbathur, si më thonë, mbathi. O Allah, o Zot, ata janë të etur, të uritur, ngopi dhe shuaju atyre etjen. Thot Abdullah ibn Amr ibn As, Allahu xhalla xhelaluhu e ktheu situatën në favorin e tyre dhe gjithë secili prej atyre që kanë prezantuar në Bedr ka fituar 1 ose 2 deve. Pra më shumë dhe më mirë se llogaritej po të kishin marrë karvanin. (191) lutja e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam drejtuar Allahut që Zoti t'i ndihmojë me lajke në luftën e Bedrit. Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu tregon, ndërkohë që ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Bedr, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam vuri re se i dhujtarët ishin 1000, ndërkohë që shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin 300 e sa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u drejtua nga qabja, pastaj i zgjati duart dhe po e thirrte Zotin e tij. Allahumma njiz li ma wa'adtani. Allahumma ati ma wa'adtani. Allahumma in tahlik ose in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam la tu'badu fil ard. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam po lutej duke thënë: O Allah, çoje premtimin që më ke dhënë, o Allah, ma jep atë që më ke premtuar, o Allah, nëse këta vdesin, më në tokë nuk do të adhurohesh. Dhe kështu thot, s'ndahej pejgamberi sallallahu alajhi wasallam së lutur i Allahut me këtë lutje, dhe i kishte ngrirtur thot duart aq shumë sa që i ra rroba që kishte në sup mrapa, i ran tokë. Pejgamberi erdhi thot Ebu Bekr radhiyallahu ta'ala anhu, e mori rrobën e cila kishte rënë në tokë dhe ja hodhi edhe një herë në supe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe e kapi nga mrapa dhe i tha: Ja Nabi Allah, kefake munashaduka rabbaka fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak. O i dërguari Allahut, mjaft më i ke kërkuar Zotit tënd se Allahu do ta çojë në vend premtimin që të ka dhënë. E Allahu xhalla xhelalu në atë moment i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al-malaikati murdifin. Pra në surën Al-Maide, ajeti 9. E kur ju i kërkonit ndihmë Zotit tuaj, Zoti menjëherë ju përgjigj se do t'ju sjell 1000 me lajke pal njëra mbas tjetrës. Njëri nga transmetuesit e ngjarjes, Ebu Rumeil, tregon nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhuma, thot, ndërkohë që njëri për muslimanëve, ndërkohë që ishin thot duke luftuar në Bedr, dhe ishte njëri thot prej idhujtarëve përpara tij, dëgjoi një goditje me kamzhik që e ndau atë në 2 pjesë. Dhe tha, dëgjoi një zë që thoshte: Aqdim Hayzum, fa nadhara ila al-mushriki amamahu fa kharra mustalqiyan fa nadhara ilayhi fa idha huwa qad khutima anfuhu wa shaqqa wajhuhu ka darbati as-sawt al-akhdar wa dhalika ajma. Thot, dëgjoi një zë që tha: ec përpara Hayzum. Pastaj pa idhujtarin i cili ra në tokë
ishte shtypur hunda dhe ishte ndarë fytyra e tij, sikur ishte goditur me një kamzhik shumë të fuqishëm. Ja tregoi thot këtë ngjarje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ky sahabiu që e ka parë dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sadaqta dhalika min madad as-sama'i thalitha. Tha po, ke thënë të vërtetën, ky ka qenë njëri nga me lajket e qiellit të tretë. Dhe u vranë prej tyre atë ditë 70 dhe u zun robër 70 të tjerë. Lutja e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam për një person dhe e shafiti toka me njëherë, pra e thithi toka në vend. Borejde, radiallahu ta'ala anhu, tregon, një burr prej dhujtarëve ju lut Zotit në sy të gjithëve duke thënë: Allahumma in kana Muhammedun ala al-haqqi fakhsif bi. Fakhusifa bi. Njëri nga i dhujtarët ditën e Uhudit tha: O Allah, nëse Muhamedi është në të drejtën dhe në të vërtetën, le të më përpi toka, dhe e përpiu me njëherë. Lutja e të dërguarit 193. Lutja e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam në rastin e Hudejbijës dhe verbohen 30 djemë të rinj nga i dhujtarët, verbim momenti. Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu tregon, ishim bashkë me dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në Hudejbije në trungun e pemës. Pra trungu i pemës i përmendur në Kur'an. Alladhina yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Dhe disa prej degëve të pemës binin mbi shpinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me të në të njëjtin krah ishte Ali ibn Abi Talib dhe Suhejl ibn Amr. Pra ishte pema, në krahun e pemës ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib edhe Suhejl ibn Amr. Suhejl ibn Amr ishte i dhujtar, më vonë ka pranuar Islamin në shim të Mekës. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha Aliut radhiyallahu ta'ala anhu: "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Shkruaj me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit. Suhejl ibn Amri tha: "Ma na'rifu ar-Rahmanir-Rahim." Nuk e njohim këtë Rahman edhe Rahim. Uktub fi qadiyatina ma na'rif. Shkruaj për temën tonë atë që ne dim. Uktub bismik Allahum. Shkruaj me emrin tënd, o Allah. Pastaj vazhdon historia, pjesë e saj është, thot, që tha Aliu, pasha Allah unë nuk e fshi, tha pejgamberi sa më trego ku e ke shkruar dhe e fshiu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe pastaj Aliu shkruajti siç tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Hadha ma salaha alayhi Muhammedun Rasulullah sallallahu alajhi wasallam ahla Mekkah." Kjo është marrëveshja që po bën. Kjo është marrëveshja që nënshkruhet mes Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, robit të Zotit dhe dërguarit të tij dhe banorëve të Mekës. Suhejli tha: "Ne po ta dishim se ti je i dërguari i Allahut, nuk do të kishim luftuar, po shkruaj si shkruhet gjithmonë." I tha: "Po si ta shkruajmë?" Tha: "Shkruaj hadha ma salaha alayhi Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib
wa ana rasulullah. Atëherë ta shkruaj. Kjo është marrëveshja për të cilën bien dakord ose nënshkruajnë Muhamedi i biri i Abdullahit, ndërkohë që unë jam i dërguar i Allahut, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe kurajshitët. Ndërkohë që ne ishim në këtë lloj gjendje dhe situata, dhe këtë lloj situate sikur mbin aty 30 djelmosha të rinj, të gjithë të armatosur. Ndërkohë që muslimanët ishin pas një lloj arme, sepse ishin nis për umre. Ishin me rroba e ihrami edhe me bagtit që kishin marrë me vete. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ju lut Allahut dhe Zoti mori shikimet e tyre. Pas lëviznin dot u bllokuan. U bllokuan, shifshin vetëm mjegull, vetëm re. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha: "Hal ji'tum fi ahdi ahadin aw hal ja'ala lakum ahadun amna?" Qalu la, fa khalla sabilahu. Ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Keni ardhur për zbatuar në një urdhër apo jeni në besë të dikujt?" Thanë ata: "As urdhër për të çuar në vend, pra nuk kemi ndërmend të luftojmë, po as nuk kemi besë." Atëherë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Kthehuni." Dhe u kthye shikimi i tyre njëkohësisht. E Allahu xhalla xhelalu i zbriti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ajetin në surën Al-Fath 24: "Huwa alladhi kaffa aydiyakum anhum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alayhim wa kana Allahu bima ta'maluna khabira." Allahu është ai i cili mbajti duart e tyre ndaj jush dhe duart tuaja ndaj tyre në luginën e Mekës, pasi fituat mbi ta, e Allahu është për çdo gjë që ju e veproni shikues. Faktikisht, mbasi ju fituat mbi ta, bëhet fjalë për marrëveshjen e Hudejbijës, e cila në dukje të parë dukej si humbje faktikisht. Po Allahu xhalla xhelaluhu e shihte atë si fitore dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam e shihte atë si fitore dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu e shihte si fitore, pjesa tjetër pauzë përveç Omerit radhiyallahu anhu i cili e shihte si humbje, derisa e zgjoi nga gafleti Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, dhe besoj e kemi kaluar këtë ngjarje në një vend tjetër. 194 lutja e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam për mjetet e transportit të Tebukut. Tebuku ka qenë një nga, le të themi, ndodhit më të vështira, si për kohën kur është zhvilluar, si për distancën, po si për rrugën. Thot, mjetet e transportit, çfarë kemi për qëllim me mjetet e transportit në atë kohë, dhe vetë edhe kuaj. Rruga mes Shkëtirës, e ku dëgjon, pastaj deri në Tebuk, pastaj në kthim atje, domethënë pastaj do të ktheheshin, thot, qenë lodhur dhe qenë dobësuar shumë. Tregon Fudale, pra këtë transmetim, këtë detaj nga Tebuku e jep Fudale tu Ibn Ubejd radhiyallahu anhu, thot, ishim me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Tebuk dhe kafshët tona ishin lodhur ku s'ka më shumë. I dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam i pa njerëzit që ishin në vështirësi dhe ju tha: "Muru bismillah", esni me emrin e Zotit. Dhe filloi të frynte mbi shpinat e kafshëve dhe thoshte: "Allahumma hmil alejha fi sabilik, fa innaka tahmilu ala al-qawi wad-da'if wal-ratbi wal-yabis wal-birri wal-barri wal-bahri." O Allah, na mbart mbi to, sepse jemi në rrugën tënde,
o Allah, na mbart se ti je ai që mund të mbartësh mbi të fortin dhe mbi të dobtin, mbi të njomën dhe mbi të thatin, mbi tokën dhe mbi detin. Tregon Fudalja transmetuesi, thot, ndërkohë që thot me zor i kemi majt devet tona dhe kuaj ton në kthim. Me zor i kemi majt, do më thonë e pranojnë Zoti duan e pejgamberit sa sen me njëherë dhe kafshët u bën pa përmbajtshme. Derisa thot kemi ardhur në Medinë. 195 lutja pra mrekullia 195 dhe profeci njëkohësisht, lutja e dërguarit sallallahu alaihi wasallam për banorët e Yemenit. Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu tregon se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam një ditë u kthye nga Yemeni dhe u lut duke thënë: Allahumma aqbil bi qulubihim wa barik lana fi sa'ina wa muddina. O Allah, kthej zemrat e tyre drejt nesh dhe na jep bekim o Zot në matën, në masën dhe në peshën tonë, ose në matjen dhe në peshën tonë. Dhe me të vërtet, banorët e Yemenit, do më thënë, kanë hyrë në Islam shumë thjesht dhe nuk ka pas, do më thënë, në një ofensiv luftarake nga ana e muslimanëve drejt banorëve të Yemenit. Mrekullia 195, lutja e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam kundër kurejshitëve dhe i zuri ata vitet e zis. Kemi lexuar sot për Sabah, kur kemi folë për Dukhanin, këtë ngjarje. Kush ka qenë për Sabah? Për jush. Që folëm për Dukhanin. Po, kjo është historia. Thot, ndërkohë që pejgamberi sa se me përgjështruan Mekasit, ai pra pejgamberi sa se i lut Allahut duke thënë: Allahumma inni alehim bi sab'in ka sab'i Yusuf. O Zot, o Allah, o Zoti im, më ndihmo kundër tyre me një shtatshe si shtatshe e Jusufit, ose me vite si vitet e Jusufit. Cilat ishin vitet e Jusufit? 7 vitet e para me 7 vitet e dyta. Pastaj vazhdon transmetuesi, thot: I zuri thot, një zi thot, derisa kanë ngrënë gjoje, derisa kanë ngrënë lëkurat, kanë ngrënë gjethet, kanë ngrënë ngordhësirat, kanë ngrënë kockat e ngordhësirave, mbaroi çdo gjë. Thot, dhe kur kthente në njëri për ty në shikimin në qiell, ju dukte sikur ka tym dhe mjegull prej urisë. Ebu Sufjani vjen tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i thot: Ja Muhammed, innaka ta'muru bi ta'ati Allahi wa silati rahim, wa inna qaumaka qad halaku fad'u Allah lahum. La ilaha illallah. Idhujtar, mohus, armik, si çfarë thot? O Muhammed, ti urdhëron që të adhurohet Allahu dhe urdhëron që të mahen lidhjet e gjakut. Pa dyshim që populli yt, pra gjaku jot, se gjak jemi, populli yt po vdesin prej urisë. Prandaj lutju Allahut për ta. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i lut Allahut dhe Zoti i Madh e largoi situatën mbi të cilën ata ishin. Thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, erdhi thotë Abu Sufjani tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i kërkoi atij ose i lut atij
që të bon të dua që të dilnin nga situata sepse s'kish mbet më gjë, e Allahu xhalla xhelaluhu zbriti ajetin 76 të surës Al-Mu'minun, wa laqad akhadnahum bil a'dabi famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un. I ndëshkuam ata për një kohë, po prap ata nuk u dorëzuan ndaj Zotit të tyre, as nuk ju kthyen Allahut pra Zotit me lutje dhe me dua. Thot Abdullah ibn Abbasi, bëri lutje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Zoti e largoi këtë gjendje. (196) Pra mrekullia 196, lutja e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam ndaj uranijinëve. Al-uranijin ishin disa njerëz nga një fis që erdhën në Medinë, po bën një pabesi, një kurth. Ta gjejmë ose ta shohim transmetimin. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu tregon se një grup prej afërsisht 80 vetash erdhën në Medinë të i dërguar e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i dhan atij besën për Islam. Pra pranuan Islamin dhe i dhan besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po u smurën dhe u dobësun dhe i zun ethet dhe u ankuan të i dërguar e Allahut sallallahu alaihi wasallam. I dërguar e Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Afala takhrujuna ila ra'ina fi ibili fatusibuna min albaniha wa abwaliha." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha: "Shkoni tek bariu i deveve tona dhe pini prej qumshtit të deves dhe urinës së tyre." Ata e falëndëruan dhe shkuan te bariu i deveve. Pinë, ashtu siç u tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe u shnoshën, pra u largua smundja prej tyre. Pastaj vran bariun, i përzun devet, pra i nxorën, si më thon, nga vatha, nga rrethina, dhe i pren atij veshët dhe i shpuan atij syt, pra bariu. I erdhi lajmi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për këtë tradhti dhe pabesi të tyre. Dhe i dërguar Allahu sallallahu alajhi wasallam dërgoi një ekspedit të vogël, qetë, në kërkim të tyre. Mirë po ata ishin shumë dhe i njihnin mirë rrugët e shkretirës. I dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam u lut duke thënë, kjo e dyta është nga Xhabiri: Allahumma ammi alehim at-tariq waj'al alehim adyaqa min meski jamal. O Allah, verboa rrugën dhe ngushtojua që asnjë deve mos ketë mundësi me kalu. Thot Xhabir ibn Abdullah, Allahu i verboi, nuk arrinin dot të gjenin rrugën. I verboi jo nga syt, po domethënë, si më thënë, u humbi orientimin, nuk orientoheshin dot për tek rruga dhe nuk kalonin dot, derisa ekspedita qeta e dërguar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i zun dhe i sollën tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe urdhëroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të bëhej tek të gjithë ata çfarë kishin bërë mbi bariu. Çfarë kishin bërë bariut ata? Kishin prerë durt, kishin prerë këmbët, kishin shpu syt dhe veshët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam urdhëroi që të bëhej mbi ta njëjta gjë. 80 dhe i kanë lënë ato derisa kanë dhënë shpirt në një, si më thon, në një kështu shesh prej shesheve të Medinës. La'anahumullah.
196 lutja e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam ndaj një njeriu që gënjeu me qëllim kundër tij. Këtu kam për thënë dy gjëra. E para, dikush kishte sjell një nga këto një faqe mbi një hadith që s'ekziston faktikisht, po që këta është shumë lehtë sot me ta bërë islamike situatën, se thoshte aty, transmetohet në librin Kenzul Ummal, vëllimi kaq, faqja kaq, dhe thot grada e hadithit i pranueshëm, domethënë me ta bë krejt islamike. Tani ne duhet të kemi parasysh se çdo gjë që paraqitet në përfaqe, edhe nëse thot transmeton Buhariu apo Muslimi, ti duhet dish ora është burimi sakt apo jo. Ky që jep këtë lloj informacione. Ose merret dhe shko vetë tek Buhariu. Për këtë arsye ata vëllezër që pyesin për shembull, atë marrim informacion të Islamit nga ChatGPT-ja, themi ti mund të mosh për kuriozitet, po mos e merr të mirë qen. Sepse Allahu thot, merrni nga dietarët. ChatGPT-ja nuk është dietarët, apo Groku apo ku dëgjon tjetër që janë to, le të themi që kështu që nuk merret ajo. Tjetra që ka të bëjë kështu prapë me këtë, ishte njëri nga këto që mohojnë hadithin. Ka shumë nga kjo raca, nga fara e këtyne. Këta janë të farsosur, siç thot Zoti në Kur'an, inna shanike huwal abtar. Këto zakonisht i humbet Zoti pa lënë trashëgimtar, me kuptimin që të trashëgoj ideologjinë e tyre, apo zakonisht këto janë shterp, se s'po mbite fjala. Zakonisht kjo kategori, mohuesit e hadithit janë njerëz shterp. Pra nuk është diçka që vjen siç vinë rrymat e tjera, këto janë njerëz që shterpëzojnë shumë shpejt. Janë steril. Dhe njëri nga këto ishte duke fol për këtë temë, edhe po fliste për Buhariun. Zakonisht o vëllezër, ta keni si parim. Kush flet kundër Imam Buhariut, ja jep Allahu xhalla xhelaluhu shenjat në këtë botë. Nuk e lën Zoti për botën tjetër, përgjithësi. Pse? Çfarë ka bërë Imam Buhariu për hadithin dhe për përmbledhjen e hadithit, për regjistrimin e hadithit, është rast unik, i veçantë. Jo se është i pari, ka shumë të tjerë para Imam Buhariut që kanë shkruar hadithin. Po Imam Buhariu ka bërë një punë më speciale, si më thonë dhe ka mbet emri i tij. E ky tipi thaj Buhariu është gënjeshtari më i madh. Njëri që ka gënjur tha më shumë ti për pejgamberin alayhis salam, ndërkohë që pejgamberi alayhis salam ka thënë men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Kush gënjen në emrin tim, përgatisi vendin e tij në xhenem, edhe vjen komenti poshtë, transmeton Buhariu. Ky po mbështet tek Imam Buhariu. La ilaha illallah. Imam Bayhaqiu e ka përmend këtë që po themi në librin e tij Dalail an-Nubuwa 25-22, pra 2522. 2522. Thot, thënia të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, men taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Kush thot në emrin tim diçka që unë s'e kam thënë, le të përgatisi vendin e tij në zjarrin e xhenemit. Ky hadith është mutawatir. Çdo thot fjala mutawatir, ky është hadith masiv. Domethënë, e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në masivitet, një numër masiv, një numër i madh sahabësh e kanë marrë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe këta masivitet ja kanë transmetuar një masiviteti të brezit të dytë tabiinëve, këta ja kanë transmetuar një masiviteti të brezit të tretë tabiinëve, këta ja kanë transmetuar një masiviteti të brezit të katërt derisa ka ardhur tek regjistruesit
e hadithit. Është thënë, thot, ky hadith, ndërkohë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dërgoi dikë dhe than në gojën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam atë që s'kishte thënë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u lut kundër tij, thot dhe kanë gjetur përmbys në barkun e qarë dhe e varrosnin dhe nuk e pranonte toka. Lutja e të dërguarit 197, 98. Lutja e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam ndaj atyre që bëjnë ihtikar. Ihtikar çfarë është? Monopolizojnë ushqimin e njerëzve. Monopolizimi i shportës, si më thënë. Se të monopolizosh një robë, ta ruash për në verë, nuk ka problem. Një robë, si më thënë, ta ruash për në dimër, nuk ka problem. Amo që të luash me ushqimin e njerëzve, që të presësh, që të ketë probleme, që ti pastaj ta ngresh çmimin sa do ti, kjo është e ndaluar në Islam. Është përmend këtu një histori nga Othmani radhiyallahu ta'ala, shërbëtori i Othmanit, se Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala një ditë ka dalë dhe pa, si më thon, diçka që kishin sjell aty afër xhamisë. Dhe pyeti, çfarë është kjo? Nga ka ardhur, si më thon. Ata i thanë, si më thon, mall i fituar dhe ka ardhur. Tha, Zoti e bekoft, po nga e keni marrë, pra nga e ka burimin. I thanë o prisi besimtarve nga dikush që e kishte monopolizuar. Pra si më thonë, ka shku informacioni dhe e kanë ditë që ky njeri po pret diçka që pastaj të lumte me tregun. Po tha, kush është ai që kishte bërë këtë punë? I thanë, filoni. Atëherë i thirrë Omerin. Tha, po ju, tha, me çfarë të drejtë e rezervuat, se fjala monopol nuk ka qenë e njohur, po depozituat, e rezervuat për ta ruajtur në këtë formë. Thanë, o prisë besimtarve, ku është gabimi këtu? Blejmë me lekët tona dhe shesim. Çfarë faj kemi bërë ne? Tha Omeri radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ihtakara 'ala al-muslimina ta'amahum darabahu Allahu bil iflasi aw bi judham. Kush bën këtë gjë në dëm të besimtarve, Allahu do ta falimentoj ose do t'i hedhë smundje në trupin e tij. Judham, smundje lëkure. Atëherë, ata të dy thanë, o prisi besimtarve, i japim besën Allahut, pastaj t'japim besën ty, se ne, jo vetëm që s'do ta bëjmë më këtë gjë që kemi bërë, po këtë ushqim nuk do ta marrim më mrapsh. Dhe do të veprojmë në normalitet. Pra, si që ecën tregu, si që ecën të gjithë njerëzit. Njëri tha kështu, tjetri tha, jo, me lekët tona e blejmë e me lekët tona e shesim. Njëri nga transmetuesit e hadithit thot, Ebu Jahja, pasha Allahun e kam parë shërbëtorin e filanit që e kishte dhënë smundja e lëkurës që kishte përmend pejgamberi sa në hadith. A dhe bë provë për deshe. Subhanallah.
Besimtarve. Se kuptove. Pra kush ja bën këtë besimtarve. Jo gjë zgjallë. Se ka edhe e meritoni. Monopolizojnë. Po monopolizimi është ndaluar edhe me ligjin. Me ligj është ndaluar. Sprov. Ka shumë o vëllezër, ka gjona që mirë, kjo interesante. Ka gjëra për shembull që ndodhin, po nuk, domethënë nuk shohim ne për shembull efektin e asaj gjës. Kjo është sprova. Pastaj pejgamberi sa ka thënë për besimtarët, nëse një besimtar e bën këtë kundrejt besimtarëve, men ihtekara ala al-muslimina ta'amuhum darabahu Allahu bil iflasi u judham. Pra nëse një besimtar duke e ditë kurse ky nuk e njeh këtë lloj rregulli Allah, ky thotë kur të fitoj. Pra gjithmonë bëhet fjalë për një sepse ai një i cili di gjykimin dhe e vepron, atë duhet më e pa pastaj. Ai not apo nuk i not. Kjo që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. 199 thot në kjo, lutja të dërguarit sallallahu alaihi wasallam në rastin e ahzabëve. Ahzab çfarë janë? Forcat aleate. Forcat aleate u mblodhen në një numër të paparë ndonjëherë për sa i përket banorëve të Medinës, ase kishin menuar që mund të përballeshin ndonjëherë me 15.000 luftëtarë. Nuk kishin menuar ndonjëherë që mund të përballeshin me një numër kaq të madh. Dhe e kemi trajtuar disa herë ose disa fragmente. Një nga fragmentet thot Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma, thot u lut i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam me lutjen e mëposhtme. Allahumma munzil al-kitab sari' al-hisab, Allahumma hzim al-ahzab, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. O Allah, ti që ke zbritur librin, ti që gjykon shpejt, o Allah, o Zot, mundi forcat aleate, o Allah, o Zot, mundi dhe tronditi. Thot Allahu xhalla xhelalu ju përgjigj lutjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dërgoi te kampi i dhujtarëve. Këta kanë qenë në një shesh. Sheshi ishte i ndarë me Hendekun. Ishte i ndarë me Hendekun. Shif tani çka ka ndodhur. Ka shku era dhe ftoti gjithë ke kampi matan Hendekut. Kurse këto ishin rehat, kur thon qetësi. Shkulte thot, çadrat e tyre derdhte enët e tyre dhe largonte, si më thon, ose hidhte në ajër rrobat e tyre. Siç është përmendur kjo në surën Al-Ahzab, ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. O ju që keni besuar, përkujtoni mirësinë e Allahut ndaj jush kur ju rrethuan ushtrit me një numër tepër të madh, ndërkohë që ne, Allahu pra, unë për Zoti, dërgova erë dhe ushtri që ju nuk i shihnit, e Allahu për atë që ju veproni është shikues. E i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam mbas kësaj thoshte la ilaha illa Allahu wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Nuk ka Zot të vërtet dhe që meriton të adhurohet përveç Allahut një dhe i vetëm, e çoi në vend premtimin e tij, e ndihmoi robin e tij
dhe i mundi forcat aleate i vetëm, ose i shkatroje forcat aleate i vetëm. Lutja e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam për fisin Mudar. Fisi Mudar ishte një nga fiset që me të vërtet e kishin ngushtuar shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët, sepse ishte mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gadishullit. Pra ishte rrugë komunikimi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë kur ka ngritur kokën nga rukuja, është lutur kundër tyre. Dhe i ka përmend me emra. Dhe të gjithë këta emra që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lutjen e tij janë gjendur në Bedr. Luftën e Bedr. Luftën e Bedr. Lutja të dërguarit, se këte nuk po ndalen këtu se më duhet e kemi marrë në fillim fare. I kemi përmend emrat. I kemi përmend në fillim fare kur kemi fol në hyrje, e kemi përmend këtë dhe nuk po ndalen. 201 lutja të dërguarit sallallahu alaihi wasallam ndaj një personi i cili prej, si më thon, mendimallësisë kundërshtoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e transmeton Seleme ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, cili tregon se babai i tij i ka treguar se një burr po hante në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të majtën e tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ha me të djathtën." Ai tha: "S'mundem." Tha: "Kur mos mundsh." Me mendimallësi. Ai tha me mendimallësi: "S'mundem." Kur mos mundsh. Dhe nga ajo ditë deri në vdekje se ka ngrit më dot dorën e majt. Lejohet me hangur me dorën e majt? Jo. Kur njeriu këtë e bën me zgjedhje dhe me dëshirë. Ama nëse një është majtosh, ose si thon tjetër, sallaks, s'ka gjë. A ka mundësi ta edukoj veten e tij për shkak që, okay, sa rrin dot, është mësuar. Ka njerëz që shkruajnë me të majtën, i bën gjitha veprimet me të majtën. Kto nuk i përfshin hadithi. Hadithi është për njëri i cili, domethënë, ose ndalesa është për njëri i cili ka apo i vjen mos marri, i vjen më marr me të majtën. Kështu nuk bën. Kur është puna se vjen më marr ose se ka më kollaj, kështu s'bën. Ama kur njëri nuk e përdor, ka njerëz që nuk përdorin ne dot majtën, ka njerëz që s'përdorin dot djathtën. Ato është nuk i përfshin ndalesa, as për shkrim, as për ushqim, as për lloj gjëje. Lutja e dërguarit sallallahu alaihi wasallam ndaj Lahab ibn Abi Lahab. Edhe këtë më duket e kemi kaluar, apo jo? Lahab i biri Ebu Lehebit. Zjarr komplet situata. Ebu Leheb do thot baba i flakës. Çunin ja kishte emrin Lahab. Lahab bin Abi Lahab. Gjithë në zjarr këto. Zjarri i biri babait zjarrit. Edhe i biri dhe i jati në zjarr. E kemi kalu, kur lut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për djalin e Ebu Lehebit, i cili e shahu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në syt njerëzve.
Pejgamberi sa se mu lut duke thënë Allahumma sallit alayhi kelbek. Dhe i transmetim tjetër kelben min kilabik. O Allah o Zoti im, se më thënë, ndëshkoje me një nga kafshët e egra. Kur deshi çuni i tij ti iki për në Sham, dhe ishte përgatit me shokët e tij për shkun tregti, i thot babai i tij. Kush ishte babai? Ebu Lehebi. Siç ai ka thonë, inni akhafu alejke da'wata Muhammedin. O biri, tha, mos luj, mos ik nga se Medina s'do i nonte gjallë. Më fal, Mekë. Se në Mekë e rujt e ky e ke parasysh. Tha o biri, tha, mos ik se kam frikë se do të zej lutja e Muhammedit. Të më thonë, a je diti që kishte pejgambera, kupton? Se po mos kishte besimin, se kjo është pejgamber për çfarë do të trende. Ai tha, jo, s'ka asgjë. Dhe shokët e tij, shokët e Lehebit, se mos ja vjen në njëri emrin fëmis Leheb. Leheb do thotë zjarr, flak. Dhe shokët e djalit i thanë Ebu Lehebit, mos u bëj merak, se do ta ruajmë ne. Edhe ky u ala djalin, dhe natën e parë thotë që kanë fushuar, e rrethuan me rrobat e tyre, dhe pastaj e rrethuan me trupat e tyre, dhe erdhi një luan e mori nga mesi i tyre, dhe e shqeu anash tyre. Kur u kthyen, ka thonë Ebu Lehebi, alam aqul lakum inni akhafu alayhi da'wata Muhammedin. Pas që pata thonë që kam merak se do ta zër lutja e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ë? 204 apo 3. Shqyqy që e zbrite herë, alhamdulillah. Lutja e pranuar e pejgamberit sasen në raport me varrin e tij që mos tjetë objekt vëmendje apo objekt adhurimi. Normalisht o vëllezër që pejgamberi sasen për gjërave që më shumë t'i ka pas merak në jetën e tij ka qenë çështja e tauhidit. Pra njësimit Zotit, adhurimit Zotit, dhe se njerëzit domethënë të kenë punë vetëm me Zotin në jetën e tyre, dhe mos tjetë askush tjetër që merr kompetencat Zotit apo t'i dedikohet dikujt tjetër ajo që faktikisht duhet i dedikohet Allahut. Për këtë arsye në shtratin e vdekjes, amanetet më shumë që ka përsërit kanë qenë amanetet e idhujtarisë. Dhe ndër këto amanete dhe lutje që ka bërë pejgamberi sasen para vdekjes tij, siç transmetohet në shumë hadithe, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. O Allah, o Zoti im, mos lejo që varri im të jetë objekt adhurimi. O Allah, o Zoti im, mos lejo që varri im të jetë objekt adhurimi, ose mos lejo që varri im të kthehet në idhull, objekt idhujtarie. Nëna e besimtarve, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, çfarë ka thënë? Po mos ishte amaneti dhe lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, varri i tij do të ishte i dukshëm dhe do ta shihnin gjithë njerëzit. Domethënë ne jemi sot në vitin sipas viteve të hijretit 1446. Afërsisht në vitin 600 e sa ka fillu duke vënë re problematika. Pavarësisht se varri i pejgamberit sasim ka qenë në dhomën e tij, në shtëpinë e tij, po zgjerimi i xhamisë pejgamberit sasim lejonte edhe shikimin
përtej dritares. Për këtë arsye janë mbledh dietarët e asaj kohe, pra bëhet fjalë para afërsisht 900 vitesh, dhe i kanë bërë një mur në formë trekëndshi për herë të parë, dhomës së pejgamberit sa ku është varri i tij dhe varri i Ebu Bekrit dhe varri i Omerit. Pastaj nuk janë mjaftuar me këtë dhe kanë bërë një mur tjetër 5 këndësh. Pra i pari mur ishte 3 këndësh dhe muri i dytë 5 këndësh, po në formën e një 5 këndësh si yll, po 5 këndë gjithsejt. Dhe është izoluar dhe nga lart dhe nga ajo kohë deri më sot nuk është hapur më kurrë. Kushto se e ka pa, ka bë foto, gjitha janë pralla. Kushto për internet, në për kështu që ja varri Muhamedi ose gjitha janë pralla, sepse nuk futet kush aty. Dhe këto mure pastaj janë derdhur mbi to tip pëlhurash, mbi të cilat ka shkrime që shkohen kur janë bë këto, domethënë, dhe nga ajo kohë mrapa nuk depërton më kush në to. Thotë nëna e besimtarëve, po mos ishte lutja dhe amaneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, varri i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do të ishte i mundshëm për të parë nga të gjithë. Alhamdulillah. Mirë, inshallah mjaftohemi me kaq. Zoti na falë dhe na mëshiroft dhe na bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Amin.